Sofra e zbritur nga qielli, një nga mrekullitë më madhështore të Isait alayhis salam. Ndër tregimet më prekse dhe më madhështore që Allahu ka përjetësuar në Kur'an, është historia e sofrës së zbritur nga qielli për pejgamberin Isa alayhis salam edhe dishepujt e tij. Aq e rëndësishme ishte kjo ngjarje, saqë Allahu e emërtoi një sure të tërë me emrin e saj. Surja El-Maide, surja e sofrës. Ishte një kohë kur dishepujt e Isait alayhis salam, njerëzit më të afërt dhe më besnik të tij, jetonin pranë profetit të Zotit. Ata e kishin besuar mesazhin e tij, e kishin mbështetur në vështirësi dhe e ndiqnin me përkushtim. Tregohet se një ditë ata agjëruan pas një periudhe të gjatë, duke ju përkushtuar adhurimit të Allahut. Pas përfundimit të agjërimit, zemrat e tyre dëshironin një shenjë të veçantë nga Zoti, një shenjë që do ta forconte edhe më shumë bindjen dhe qetësinë e tyre shpirtërore. Ata ju drejtuan Isait alayhis salam dhe i thanë: "O Isa, biri i Mariemës, a mundet Zoti yt të na zbresë një sofër nga qielli?" Nuk ishte një pyetje që vinte nga mohimi, por nga dëshira për ta parë mëshirën edhe fuqinë e Allahut me sytë e tyre. Megjithatë, Isai alayhis salam i paralajmëroi. Ai e dinte se kërkimi i mrekullive të tilla sillte përgjegjësi të madhe. Ai u tha: "Kini frikë Allahun nëse jeni besimtar." Por ata ju përgjigjen se dëshironin të hanin prej saj, që zemrat e tyre të qetësoheshin edhe të bindeshin edhe më shumë për të vërtetën e asaj që ai u kishte sjellë. Atëherë Isai alayhis salam ngriti duar drejt qiellit edhe ju lut Allahut me përulësi: "O Allahu ynë, Zoti ynë, na zbrit një sofër nga qielli që të jetë festë për ne, për të parët edhe për të fundit prej nesh, dhe një shenjë nga ti. Furnizona sepse ti je furnizuesi më i mirë." Ishte një lutje e sinqertë, e dal nga zemra e një profeti, dhe Allahu ju përgjigj. Kur erdhi momenti i premtuar, njerëzit ngritën syt drejt qiellit, zemrat u mbushën me emocione dhe pritje. Një shenjë e jashtëzakonshme po afrohej. Allahu zbriti sofrën si mrekulli dhe si provë për njerëzit. Kur ajo u vendos para tyre, të gjithë e kuptuan se po shihnin diçka që nuk ishte parë më parë në tokë. Ishte një shenjë e qartë e fuqisë së Allahut dhe e vërtetësisë së pejgamberisë së Isait alayhis salam. Në traditat islame janë transmetuar përshkrime të ndryshme për ushqimin që gjendej në atë sofër. Disa dietar kanë përmendur bukë, mishe dhe ushqime të tjera të bekuara. Megjithatë, Kurani nuk hyn në hollësi rreth llojit të ushqimit, sepse qëllimi kryesor nuk ishte vetë ushqimi, por mesazhi që mbante ajo mrekulli. Mesazhi ishte se Allahu është furnizuesi çdo gjëje dhe se ai është i aftë të sjellë furnizim nga rrugë që njeriu as nuk mund t'i imagjinoj. Por bashkë me këtë mrekulli, erdhi edhe një paralajmërim i fortë. Allahu tha se kushdo që do të mohonte pas kësaj shenje të qartë, do të meritonte një dënim që nuk do t'i jepej askujt tjetër. Kjo sepse kur njeriu sheh me sytë e tij argumente kaq të qarta dhe përsëri zgjedh mohimin, ai nuk ka më justifikim. Prandaj historia e sofrës nuk është vetëm një histori për ushqim që zbriti nga qielli. Ajo është histori e besimit, e mirënjohjes dhe e përgjegjësisë. Ajo na mëson se bekimet e Allahut nuk duhet na bëjnë mendje mdhenj, por më falendërues. Sa më shumë mirësi të marrë njeriu, aq më shumë duhet të afrohet me Zotin e tij. Nëse Allahu i hap dyert të furnizimit, shëndetit, familjes dhe suksesit, atëherë detyra jon është ta falenderojmë atë edhe të mos harrojmë se çdo mirësi vjen prej tij. Historia e sofrës së Isait alayhis salam mbetet një kujtesë e përhershme se Allahu është i gjithfuqishëm, se ai i përgjigjet lutjeve të robërve të tij edhe se çdo mrekulli, çdo bekim dhe çdo mirësi është njëkohësisht edhe një sprovë për zemrat tona. Sa e madhe është mëshira e Allahut kur je, dhe sa e rëndësishme është që njeriu të mos harroj kur të jetë mirënjohës për atë që i është dhuruar.
Allahu e di më së miri.